Dua të korrigjoj mikun tim, Edi, ai është mjaft i apasionuar. Unë jam dakord që problemi është putimi, po, është një problem real, dhe problem është edhe dobësia e Europës. Europa ka qenë projekt paqe pa armë, dhe tashmë po bëhet një projekt paqe me armë, dhe kërkon shumë ndryshime. Europa, sidoqoftë, nuk duhet të kërkoj nga Putini sigurinë evropiane. Nuk është kjo mënyra e duhur. Po pse duar trokisni? Kjo është e qartë. Unë nuk e thash këtë. Më fal. Izraeli dhe Hamasi hidhen në fyt të njëri tjetrit deri në vdekje dhe ndërkohë flasin me njëri tjetrin. Mos harroni, unë vi nga një vend që qysh prej viteve 1960 asnjë nuk ka shkuar në Moskë dhe asnjë nuk vjen nga Moska, kështu që jam absolutisht larg dikujt që kërkon takohet me Vladimir Vladimirovićin, por dikush duhet të takohet. Atëherë, në të kundërt, çfarë bëjmë? Përgatisim çfarë? Rusia është aty, nuk është se do të shkojnë në një vend tjetër. Pra, ndërkohë që bëjmë gjitha ato që sa u thanë me të drejtë, diplomacia është një domosdoshmëri. Atëherë, pse 8 udhëheqës shkojnë te Trumpi, ulen me të dhe i thonë çfarë të tha Vladimiri, le të shkojnë drejt për drejt. Po, vërtet, ju mendoni që ju mund të arrini gjithçka me fjalë të mira, po me fjalë të mira dhe me armë arrini më shumë. Nuk e di, edhe kishim dhe një pyetje për qytetarët gjerman, si ju kërkon qytetarëve gjerman që të shpenzojnë më shumë. Mendoj që shifrat e cituara për Italinë dhe Spanjën nuk janë të sakta.